Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Kuçovës, banor të këtij rrethi, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh para jush dhe për ju, gra dhe burra, djem dhe vajza, njerëz të lirë, të grumbulluar në këtë shesh, me vullnetin tuaj, pa asnjë lloj imponimi, por të vendosur të mbështesni programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore, me besimin se ky është projekti më i madh, më i mirë i paraqitur ndonjëherë në 32 vite në Shqipëri. I dashur Zoti Eno Bozo, kryetar, udhëheqës politik i qarkut Beratit, Zoti kryetar i Partisë Demokratike të Kuçovës, të dashur kandidatë dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues të qarkut Beratit dhe të rrethit Kuçovë, përshtetjet e mia më të përzemërta për ju, krenaria jon jeni, krenaria e Kuçovës, Beratit dhe Shqipërisë. Sonte do të më lejonit, do të kërkoj leje të përshëndes edhe ato qindra zonja dhe zonjushe, punojëse të administratës që të detyruara me regjistër, detyrohen të ndjekin dhe të ndëgjojnë dokrat me një fjalor ordiner të një njeriu i cili ka ditë të numëruara. Ti garantoj ato. Me lejoni ti garantoj se për ato dhe për çdo njeri, çdo punojës që zbaton ligje dhe u shërben si shërbëtor qytetarëve shqiptar, do kemi nderimin më të madh dhe se me 11 maj merr fund një herë e mirë pjesëmarrje e detyruar në mitingje të ministrave apo kryeministrave, por sheshet do t'jenë gjithnjë të qytetarëve të lirë, të djemve dhe vajzave, burrave dhe grave të lirë, dhe kur me detyrim siç ndodh në këtë fushat. Miq, unë vite kju për të paraqitur programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore si programin më të mirë që është paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Sot në mëngjes e nisëm fushatën në Selanik. Qindra, mira, vëllezër, motra tonë, erdhen të ndëgjonin programin e Partisë dhe të Aleancës sonë. Erdhen më të vendosur se kur për të votuar me 11 maj shpëtim në Shqipërisë, ndryshim në madh për të votuar darjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një e keqe e madhe që po shkreton
gjdo javë, gjdo muaj më shumë, Kuçoven, Berati dhe Shqipërinë. Në të vendosur se kur për të votuar me 11 maj ndryshimin dhe ndarjen nga një keqe që po i rrëmbën kombit, të ardhmen dhe rinin e tij.